Unë e di shumë mirë që do thonë që nuk do thonë prap, po ata kur nuk kanë lënë dhe nuk do lënë gjë pa thënë në të gjitha rastet, po ky është një qëndrim i prerë kundër dhënies së autorizimit për arrest të një deputete dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vini na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. Le ta hetojnë deri në fund Belinda Ballogun. Dhe le ta ulin në gjyq për akuzën e pavarësisë në tendera të para 6 viteve, për cilën i kanë dispozicion të tëra çfarë duhet, por të mos fyen inteligjencën tonë duke na thënë që ajo rrezikon t'ju prish provat. Provat s'u rrezikonte as kur ishte ministre, se provat janë të para 6 viteve. Sot që është thjesht deputete as që bëhet fjalë. Sepse po të shikosh gjithë kërkesën, ajo është kryet put kërkesë që lidhet me rolin e ministres, në mos gabohet. Pastaj gjykata të vendos si ta shoh të arsyeshme, është absolutisht pushtet i pavarur. Ky është pozicioni ynë, pikë. Ideja se hajt më këta janë gjithë njësoj, edhe po s'pati prova për këtë, që po themi kush e di sa të tjera kanë bërë që ne si dim, prandaj kur bie lapsi let bjerë, e pastaj generali, oficeri, ushtari, kush të dali, mjafton që tjetë i frontit armik. Për ata që merren me politik, fronti armik është partia tjetër. Për ata të tjerë që s'merren me politik, fronti armik është e gjithë politika. Po kjo është një ide që e ushqen ose deformimi nga komunizmi në trurin e më të vjetërve, ose jehona e mlefit përgjithshëm në boshllëkun që ka truri më trinve. Është një zonë atje që jehon, kthehet zëri mbrapsht, domethënë. Po mua s'më intereson fare. Ç'a thon apo do thon ata që s'duan, apo që më duan të vdekur mua bashkë me ju dhe Partinë Socialiste. U bë kohë që më ngjallin vetëm keqardhje për njerëzit që dëgjojnë. Akoma, po më shumë akoma më ngjallin keqardhje për tokën që detyrohet t'i mbaj mbi shtëpinë. Kur shoh bulevardin Çamban, e shoh me keqardhje tokën ku janë shtruar të pllaka. Po, c'est la vie. Jo kam thënë dhe herë tjetër, unë nuk kam më asgjë për t'i provuar vetes time. Kam hequr çdo lloj meraku që ka normalisht njeriu, e kam sprovuar veten në çdo nivel, qoftë si njeri në arenën politike këtu, qoftë si shqiptar në arenën ndërkombëtare. Këtu jam akoma për të dhënë gjithçka që kam brenda vetes, që bashkë me ju të mos lejoj që Shqipëria të humbas mundësinë e jashtëzakonshme historike, të cilën e kemi krijuar me shumë mund, me shumë durim, po dhe na është krijuar nga rrethanat e reja gjeopolitike të kontinentit për t'u bërë brenda kësaj dekade vend antar i Bashkimit Evropian. Duan apo s'duan ata që s'duan, ne po bëjmë histori. Shqipëria e sotme është një Shqipëri tjetër nga ajo një dekade më parë, prandaj është tetë e rëndësishme që të mos e humbim për asnjë çast nga syt këtë të vërtetë. Dhe ne nuk na lejohet të bien pre presionit përditshëm të 700 tenxhereve, po jemi detyruar ta bëjmë historinë deri në fund. Me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj është tetë e rëndësishme po ashtu
që të mos harrojmë për asnjë çast edhe të vërtetën se pa Partinë Socialiste si një skuadër në formë, që duhet jetë në formë për çdo ndeshje, si skuadër, me strategji të qartë, me angazhim të madh, kolektiv, me disiplinë të fortë në udhëheqjen e vendit, Shqipëria jo që nuk e arrin dot majën, për ku po ngjitet hap pas hapi, po mund të kthehet mbrapa sa hapen mbyll syt. Shumica dërmuese shqiptarëve e din shumë mirë këtë. Prandaj na votojnë masivisht, jo se nuk i shohin të metat tona, jo se na i falin, po i gëlltisin gabimet tona, por ama din këtë. Pavarësisht se si e keq lexojnë votën e tyre, gjysmë analfabetët politik të frontit të kundërshtarëve tanë të mosozotshëm. Shumica dërmuese shqiptarëve din shumë mirë edhe një gjë tjetër, se ne dhe vetëm ne jemi garantët e pavarësisë së drejtësisë. Dhe edhe sot, konkretisht, me mënyrën si po i qasemi kërkesës për të autorizuar arrestin e një deputete, ne po e provojmë katërciprisht edhe këtë. Po, katërciprisht. Sepse unë fola gjatë deri këtu, por as ju dhe as kush që ka arritur të dëgjoj ato që kam thënë deri tani, jo ato që ka dashur vetë të dëgjoj, nuk keni dëgjuar asnjë llaf që të lëndoj autoritetin e prokurorit, që të hedh poshtë motivin e hetimit, që të bëj avokatinë e Belinda Ballukut lidhur me çështjen, e lëre pastaj që të angazhoj këtë fuqi të madhe që merr përpara të madhe të vogël, mjafton ta vendos për t'i vendosur përballë prokurorëve një mur me presion. Zero. Sepse unë e respektoj plotësisht pavarësinë e prokurorit. Të drejtën e prokurorisë që thetoi edhe një bashkëpunëtor të ngushtë, si dhe respektoj detyrën time që në asnjë mënyrë të mos bëhem avokati i saj. Kështu që unë e falenderoj sot Belindën për punën e madhe që bërin detyrat që i besova për 6 vjet me radhë, dhe i uroj fatin që meriton, cili do qoftë fati që meriton, në betejën ligjore, për cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj. Dhe i kërkoj ndjes për refuzimet e përsëritura të 3 dorëheqjeve të veta, të cilat pavarësisht interesit saj, apo edhe pikpamjes disa shokëve këtu për të lehtësuar presionin mbi të apo mbi ne, i kam refuzuar pikërisht dhe vetëm sepse drejtësia, pushteti i pavarur gjyqësor u kuturis, pa ose me dashje, këtë do ta mësojmë dhe të jeni sigurt që po e mësova do t'ja u tregoj, në territorin e pavarësisë së pushtetit pavarur ekzekutiv dhe legjislativ. Pushteti këtu buron nga vota e popullit. Dhe kjo për mua ishte dhe do jetë e patolerueshme sa t'jem unë këtu në këtë detyrë. Të dashur deputete, besoj isha po aq i qartë sa që është i qartë dhe raporti i Këshillit të Mandateve, shkruar nga pala jon,
po besoj që dhe në raportin tjetër të palës tjetër i keni të gjitha argumentat pse kërkesa rrëzohet. Faleminderit. Faleminderit kryetar.